Në Big Brother, pëlqimi rrallë shfaqet i thjeshtë. Ai nuk lind vetëm nga fjalët, por nga vështrimi, nga heshtja, nga mënyra se si një person e sheh tjetrin dhe e vendos në qendër të vëmendjes së vet që në fillim, disa afrime duken të pafajshme, disa të sinqerta, ndërsa disa të tjera mbartin një paqartësi që me kalimin e kohës kthehet në debat shoqëror. Pikërisht këtu lind nevoja për reflektim, pëlqimi i hershëm shpesh ngatërohet me të drejtën për afërsi. Por pëlqimi nuk është pronësi. Ai është ndjesi e brendshme, jo leje për veprim. Në një ambient si Big Brother, ku hapësira personale është e kufizuar dhe vëzhgimi i pandërprerë, çdo afrim merr pesh shumë fish më të madhe. Një vështrim mund të lexohet si interes, një koment si kompliment. Por kur vështrimi shndërrohet në objektivizim, atëherë kufiri i respektit vihet në provë. Trupi, sidomos trupi i gruas, në reality show shpesh bëhet arenë interpretimesh. Ai shihet, komentohet, gjykohet. Por trupi nuk është ftesë. Bukuria nuk është miratim. Dhe ëmbëlsia e karakterit nuk është dobësi. Këto janë të vërtetat që shpesh harrohen kur emocionet nuk filtrohen nga ndërgjegjja. Në thelb, problemi nuk është pëlqimi. Problemi është si shprehet ai. Një pëlqim i shëndetshëm shprehet me respekt, me fjalë të qarta, me distancë të sigurt dhe me pranimin e refuzimin. Një pëlqim i pasigurt, përkundrazi, tenton të imponojë, të afrohet pa pyetur, të ngatërojë heshtjen me pëlqim. Dhe në një hapësirë të mbyllur, kjo paqartësi bëhet edhe më e rrezikshme. Big Brother, si eksperiment social, nxjerr në pa pikërisht këto dinamika. Ai na detyron të pyesim veten, a dim të dallojmë interesin nga respekti, a e kuptojmë se kufit nuk janë pengesë, por garanci e sigurisë, a e kemi mësuar se jo, ja mund të jetë edhe e heshtur dhe prapë duhet respektuar. Pëlqimi i sinqert nuk ka nevojë për presion. Nuk ka nevojë për prova fizike. Ai rritet në kohë, në dialog, në ndjenjen e sigurisë që i jep tjetrit. Kur dikush ndihet i sigurt, ai afrohet vetë. Kur nuk ndihet, çdo afrim i njëanshëm kthehet në barë. Në këtë kuptim, Big Brother shërben si pasqyrë e shoqërisë sonë. Ai na tregon sa lehtë ngatërojmë vëmendjen me të drejtën, komplimentin me dominimin, afërsinë me kontrollin. Dhe na kujton se përgjegjësia emocionale është po aq e rëndësishme sa emocionet vetë. Në fund, pëlqimi nuk matet me intensitet, por me etikë. Me aftësinë për të ndalur, për të pyetur, për të pranuar kufit e tjetrit pa u ndier i refuzuar si njeri. Sepse respekti nuk e zvogëlon ndjenjen, e bën atë të vlefshme, dhe ndoshta ky është mësimi më i rëndësishëm që një format si Big Brother mund të japë, se në çdo marrëdhënie, në çdo afrim, dinjiteti vjen para dëshirës. Dhe aty ku ka dinjitet, ka edhe njerëzillëk. Në Big Brother, ndonjëherë gjestet flasin më fort se fjalët. Dhe ndonjëherë, pikërisht këto gjeste krijojnë më shumë paqartësi se çdo debat i hapur. I tillë ishte momenti kur Limi ju afrua Albës dhe i vendosi duart për t'i bërë masazh, një veprim që në sipërfaqe mund të dukej si kujdes, por që në kontekstin e asaj që kishte ndodhur më parë, u kthye në një moment të ndërlikuar dhe të diskutueshëm, sepse ky nuk ishte një ambient neutral. Ishte një shtëpi ku fjalë të rënda ishin thënë, ku kufit ishin shkelur verbalisht, ku lotët ende nuk ishin tharë. Dhe kur një gjest fizik ndodh pas gjithë kësaj, ai nuk lexohet kurrë i shkputur nga e shkuara. Alba ishte ende e brisht. Lotët e saj të mëhershëm, fjalia më ka marrë malli, heshtja e gjatë, të gjitha flisnin për një gjendje emocionale të rënduar. Në këtë gjendje, çdo afrim merr një peshë tjetër. Çdo prekje interpretohet ndryshe. Sepse kur njeriu është i lënduar, ai ka nevojë për siguri, jo për paqartësi. Limi, nga ana e tij, dukej sikur po kërkonte një mënyrë për të zbutur tensionin. Jo me fjalë, sepse fjalët e tij kishin dështuar më parë, por me një gjest. Vendosja e duarve për masazh mund të shihet si tentativë për t'u afruar, për të treguar kujdes, për të ulur murin që ishte ngritur mes tyre, por këtu lind pyetja thelbësore. A ishte ky gjest i kërkuar? A ishte i mirëpritur? A ishte i qartë? Në marrëdhëniet njerëzore, sidomos në një ambient kaq të ngarkuar, qëllimi nuk mjafton. Ajo që ka rëndësi është perceptimi i tjetrit. Dhe Alba, në atë moment, nuk ishte në pozitë force. Ajo ishte në një gjendje ku kufit duheshin respektuar më shumë se kurrë. Masazhi, si akt, zakonisht lidhet me qetësi, besim, rehati. Por besimi nuk ndërtohet në vakum. Ai ndërtohet mbi respekt të vazhdueshëm.
Dhe kur respekti është lëkundur, edhe një gjest i butë mund të ndihet i rëndë, shtëpia reagoi me heshtje. Një heshtje që nuk ishte qetësi, por vëzhgim. Banorët e tjerë ndjenë se diçka nuk ishte e thjeshtë. Sepse ky nuk ishte një moment romantik. Nuk ishte as shaka. Ishte një situatë gri, ku kufiri mes kujdesit dhe shkeljes së hapësirës personale ishte shumë i hollë. Alba nuk reagoi menjëherë. Dhe kjo, për shumë kënd, ishte treguesi ngarkesës së saj emocionale. Sepse kur je i lodhur nga konfliktet, ndonjëherë nuk ke energji as të thuash po, as të thuash jo. Dhe pikërisht këtu qëndron rreziku. Heshtja nuk është gjithmonë pëlqim, limi, në atë moment, mund të ketë menduar se po bënte gjën e duhur. Se po e zbute situatën. Se po tregonte një anë më të qetë të vetes. Por në Big Brother, çdo veprim shihet, analizohet dhe kontekstualizohet. Dhe publiku nuk e pa këtë gjest si të izoluar. Shumë shikues e pan si kontrast të fortë me sjelljen e mëparshme të limit. Nga fjalë të rënda, në afrim fizik, një kalim i shpejt që ngre dyshime. Sepse pajtimi nuk bëhet me prekje, por me përgjegjësi. Me reflektim. Me kërkim faljeje të sinqertë, ky moment hapi një debat më të gjerë, a mund të përdoret afërsia fizike për të zbutur fajin, a janë gratë gjithmonë në pozitë të barabartë për të refuzuar në një ambient të mbyllur si Big Brother? Ku mbaron kujdesi dhe ku fillon shkelja e kufive, Alba, në këtë histori, mbetet figura qendrore jo sepse reagoi fort, por sepse nuk reagoi fare. Dhe kjo heshtje e saj ishte më e fortë se çdo debat. Ishte një heshtje që kërkonte respekt. Qartësi. Distancë të shëndetshme, limi, nga ana tjetër, u përball me pasojat e paqartësisë së vet sepse në Big Brother nuk mjafton të thuash nuk kisha qëllim të keq. Qëllimi duhet të shoqërohet me ndërgjegje. Në fund, ky moment nuk është për masazhin. Është për kufit. Për faktin se kur emocionet janë të lënduara, çdo gjest duhet të jetë i qartë, i kërkuar dhe i respektueshëm. Sepse ndryshe, edhe ajo që duket e butë, mund të lëndojë. Big Brother vazhdon. Por ky episod mbetet si një pikë reflektimi. Se afërsia nuk imponohet. Se respekti nuk kompensohet me prekje. Dhe se në çdo marrëdhënie, edhe në lojë, pëlqimi dhe qartësia janë themeli. Ka momente kur njeriu nuk ka më forcë të mbrohet. Kur zëri nuk ngrihet për debat, por thyet në një pëshpëritje. Kur lotët nuk janë më shenjë dobësie, por shenjë se shpirti ka mbërritur në kufirin e durimit. I tillë ishte momenti kur Alba, e ulur vetëm, me sytë e skuqur, tha thjesht, më ka marrë malli, dhe lotët filluan t'i rrjedhin ngadalë nëpër fytyrë. Nuk ishte një shpërthim dramatik. Nuk ishte britm. Ishte një dorëzim i heshtur. Një pranim se brenda saj kishte shumë më tepër dhimbje se sa ajo që kishte treguar deri atëherë. Sepse në Big Brother, jo të gjitha plagët duken. Disa mbahen brenda, derisa trupi nuk i mban më ka marrë malli. Një fjali e vogël. Por për Alben ishte gjithçka, mall për familjen. Mall për sigurinë. Mall për një vend ku askush nuk e gjykon për çdo fjalë. Mall për një version të vetes që nuk duhej të ishte gjithmonë e fortë. Lotët që i rridhnin nuk ishin vetëm për atë që po ndodhte në shtëpi, por për gjithçka që ajo kishte lënë pas, për gjithçka që i mungonte dhe që nuk mund ta përqafonte. Në atë moment, Alba nuk ishte më banore. Nuk ishte pjesë e lojës. Ishte thjesht njeri, syt i mbusheshin me lodh dhe ajo nuk u përpoq t'i fshite. I lan të rridhnin, sepse ndonjëherë lotët janë e vetmja mënyrë që shpirti ka për të folur. Çdo pikë loti ishte një fjalë e pathënë. Një barë e mbajtur gjatë, një natë pa gjumë, një ndjenjë vetmie që ishte rritur në heshtje. Big Brother është një shtëpi pa dritare emocionale. Je i rrethuar nga njerëz, por shpesh ndihesh më vetëm se kurrë. Dhe Alba e ndjeu këtë më fort se kurrë në atë çast. Sepse kur je i lënduar, kur ke përjetuar tensione, fyerje, përplasje, malli bëhet edhe më i rëndë. Nuk është më thjesht mungesë, është nevojë për streh. Ajo ndoshta mendonte për nënën. Për një zë që e thërret me emër pa nerv, pa presion. Për një përqafim që nuk kërkon shpjegim. Për një shtëpi ku nuk duhet të jesh gjithmonë në mbrojtje. Dhe ky mall, i mbajtur gjatë, shpërtheu në lotët e Albes nuk kërkonin mëshirë. Kërkonin kuptim. Në atë moment, edhe ata që nuk kishin qenë dakord me të, e ndjen peshën e asaj fjale. Sepse malli është ndjenjë universale. Nuk ka kamp. Nuk ka strategji. Nuk ka lojë.
Të gjithë herët avon e ndjejnë, më ka marrë malli ishte mënyra e saj për të thënë, jam e lodhur. Jam e lënduar. Kam nevojë të ndihem e sigurt, lotët që i rridhnin nëpër sy nuk ishin të bukur për kamera. Ishin të vërtetë. Dhe pikërisht për këtë arsye ishin të fortë. Sepse e vërteta gjithmonë prek më shumë se çdo skenar, ky moment tregoi një anë tjetër të Albës. Jo atë të debatit. Jo atë të përplasjes, por atë të brishtësisë. Dhe brishtësia nuk është dobësi. Është guxim. Guxim për të pranuar se nuk je mirë. Se të mungon dikush. Se s'po ja del në një shtëpi ku të gjithë përpiqen të duken të fortë, Alba lejoi veten të qante. Dhe kjo e bëri njerëzore. E bëri të afërt. E bëri reale. Big Brother shpesh akuzohet se prodhon drama artificiale. Por ky moment nuk ishte i tillë. Ishte i pastër. I heshtur. Një vajzë, disa lot, një fjali e thjeshtë. Dhe ndoshta, për herë të parë pas shumë ditësh, Alba nuk po luftonte me askën. Po përballej vetëm me mallin e saj, në fund, lotët u thanë. Por ndjenja mbeti. Sepse malli nuk ikën me të qarë. Vetëm lehtësohet. Dhe ndoshta, pas atij momenti, Alba u ndje pak më e lehtësuar. Sepse e tha. Sepse nuk e mbajti më brenda, dhe publiku e pa këtë. Jo si lojë. Por si jetë, sepse në fund të ditës, përtej Big Brotherit, përtej kamerave dhe debateve, të gjithë kemi një moment kur ulim kokën dhe themi, më ka marrë malli.